saga që nisin e mbarojnë. Po kjo është histori e një sage tjetër. Kjo histori e prek secilin nga ju. I prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klan Radio dhe KTV. Përshëndetje, mirë se po takohemi edhe këtë hënë për gjithë shikuesit e Koavizionit. Mirë se erdhët edhe ju që po na ndiqni përmes Glam Radios në 88.6 në këtë moment. E shpresoj që e keni pas një super weekend. Për javë besoj që javën do t'ju zbukurojmë na me emisionin tonë, paktën ju kështu e thoni. Mirë se erdhët. Për juve që jeni që u bo mëre, pëse mëre me në gjyra. Se hec s'kam qaf me i po. Jo po mi kontrollojnë gjyrat, për këshyra. Gjithë kjo bukuri e blokoj atë. O bloku. Ju që jeni në komunikacion këto momente, presim bashkëpunimin tuaj në 0499898, me na tregu për ato pjesë që mundën me qenë të ngarkuara. Nëse ka të tilla, na tregoni foto dhe ne informojmë gjithë pjesëtarët në komunikacion, për kujdes fotot i bëni vetëm kur t'jeni të ndalun, asnjëherë gjatë ngasjes. Edhe sot e kemi një temë për cilën kena me fol. Çfarë gjatë, jo po 7 minuta sa i kemi. Nëse kishit qenë Nëse kishit qenë duke prit postierin postën për me ju sjell diçka, çfarë do të dëshironit të ju sjellte postieri apo postierja? Kjo është pyetja e ditës. Vazhdoni mendoni pak, dëgjojmë një këngë dhe kthehemi të flasim. Kënga e parë që hap emisionin për këtë javë është Kapital Tia dhe Alban Skënderaj, një natë. Pas kësajna rikthehemi me telefonatat. E garit edhe informata e parë, Koki po na shkruan, po na tregon për pjesën tek kafët e vogla Rruga Femi Agani, nëse s'gaboj. Është pjesë e hapur në këto momente, nuk ka kolon, edhe falenderoj na Kokin shumë. Ja buna vesh një like këtu se smujta më shkruaj, s'po më shkruaj, faleminderit për like. Ama dhe përgjigjen do të na dërgoj Koki se gjithmonë i ka të mira. Hajde Koki, është mirë me na telefonu, është mirë me na telefonu, se tani përgjigje po i lexojna veç në pjesën e dytë, kështu që kish më qenë mirë me na telefonu Koki edhe me rron përgjigjen. Po veç era e parë është pak më vështirë, nuk mësohesh me dëgju vetën, tani mësohesh çdo ditë. Përshëndetje, telefonata e parë për sot. Përshëndetje. Përshëndetje, sa jeni nderuar, si je? Valloj mirë, ç'është nani snosh? Shumë mirë jemi na. Cila ka lukën vikend? Jemi mirë, kemi pushu në vikend. Të paktën për veti po flas. Po anë kërësore me pushu, më po mirë. Qashtë. Çka kishe dashur me të sjell postieri? Valloj, postierja. Në babadimër. E babadimri çka me të sjell? Dhurata. Çfarë dhurata? Po ti shko direkt te postieri, mos i bër kështu rreth rrotull. Po çat mund babadimri tash. Çfarë shiçel puna është njëri na pet marrë me shkurta. Çka don ato dhurata me përmbajt? Po me pos nëse me kujtem nëj. Okej, kujtimet me të sjell. Na e 500 na e ka. Jo basi. Ja, Sanzi. Ja, 500 ka valla. Ja, po shkon sa ora. Pas matera po kërë zhojë e sa. Qashtu dhe? Para me bo diçka s'ka ish bo. Bof mirë. Para me që ish bo me bo diçka. Më po kënë një 500 që dhe kënë mirë. Ja. Sa hec, urojmë të realizohen krejt dëshirat edhe kërkezat. Të përshëndesim shumë. Ka lëvës mirë. Gjithashtu edhe te. Faleminderit. Po presim tjetër në telefonat. Edhe një me urime që janë shtrejtu biletat e trafikut urban. Sa ku kam para disa minuta, 50 cent. 50 cent. Po, kur gjos është. Sot pas dhe kish disa oferta, kështu që mujna me shfrytzuar ato. Që ka dhe me oferta? Po kish oferta. Nëse merr për shembull bilet 403 e ki gratis. Nëse merr bilet për krejt ditën, ditore, ki 80 cent. Tash ti mundesh me atë bilet me udhëtu sa herë dush gjatë ditës. Që i bën më lirë se sa me udhëtu 2 linja gjatë ditës. Po, ata që kanë me shkullane edhe këtej, domethënë e blen një kështu si ton ditën, apo? Shfrytëzon për shembull 2 linja me shkum punë dhe 2 më kthy, e ka shumë lirë se bën veç 80 cent. Nëse, ama ata që janë magjistrale në Prishtinë, Ferizaj, Shkop, te Petrol Company,
Mundën më nalën Ferizaj atje, mundën me nalën. Po, dizeli 1.52 ndërsa benzina 1.37. Pika 2 te Petrol Kompanis në Ferizaj, Magjistrala Ferizaj Viti, dizeli 1.52, benzina 1.37. Po ju që keni VIP kart, keni 5 cent zbritje në gjitha pikat e Petrol Kompanis, si në dizel, ashtu edhe në benzin. Mos harroni me shkarku aplikacionin edhe mu antarsu në aplikacionin e Petrol Kompanis. A që na kanë dimu që kanë rafshu 5 cent. Edhe këne edhani. Edhe këne edhani? Se nga trojshim. 4-5 u abetshim. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje edhe për ty. Mund të vazhdosh të na ndjekësh, presim telefonatën tjetër. Alo. S'di që ja kish gjetë adresën, se nashta po se dia ka alo adresë. Se i vogël, vështirë çdo është emrin babit, mamit, po. Po mund të porosit me i botë te pala e tretë. Mirë dita. Përshëndetje. Po si jeni mëre? Mirë Bahtir, çka është gjithë ki disponim e pas ke fillu javën për mrekulli. Ka këshyr kjarë. Me përqesh. Edhe njerë? Përshesht. Përqesh. A përsheshit kalëm të rruga shumë? E ta di edhe për veti. A janë me sheshera me kryp? Ja, pa, kryp, besh me po vresh, po se kryp para agën që Edhe është përshesh me qka? Me miell misri, ja me qka? Ja, me të mistrit, po çfarë me tjetër? Mirë. Hajde Batir, tregona çka do të doje me të sjell portieri, një porosi, çka kishë pas qef me të ardhur në shtëpi nga portieri? Postieri, m'fal, portieri atje. Gola. Postieri. Portieri sjell porosi ja për gjykat, ja për dënim, ja për diçka, po kisha pas. Na i dënim kishë pas qef me të ardhur, pse? Po ma sjell pensionin e plot që e kumon mundin për 40 vjet. Edhe? Edhe më pru pensionin me ro trupes që ka ro për para, me dalë me gzim një prit pensionin e plot. Mirë, faleminderit shumë. Ju përshëndes që 2 ditë aty që ku po me. Kjo si na kon asna që nja 2 ditë si na kon. E kena marrë pushim këtë vikend. Dhe kum pos një mirë premtën një fjalim. Fjalim për çka? Jo fjalim, po që se këni pos atë emisionin për të premtën. Po? Ka kalu tash, kena dollë diçka tjetër. Me kon kishe dosht me nejtë. A kena posa. Jo, ndryshe ka qenë tema, ndoshta e ke pa dikon tjetër. Faleminderit Batir, të përshëndesim shumë. Po. Dëgjohemi përsëri, Batir, edhe një pyetje kam, sa kishe dashur me të bu pensioni? Çka është? Çka meritoj? Sa e meriton? Çu ta merr ty menja? Çu shë vlerëson vetën? Pas kontribut dhonësit. 1.000 euro, a pedon? Jo, mëre. Gita për kryeministre. Okej, faleminderit, përshëndesim Batir, se diqysh mu dok që për 1.000 u bo që kjo 1.000 euro. Gita për kryeministre. Nër 4 shifrore nuk e kisha lënë, në pensionin. Po bre, po, si kishe ardha aty të vendi, mande kish ndodhë në një pandemi, diçka kish kërsit. Po s'vet, s'monet dora bestashet. Edhe ishën shtrejtu po. Juve që jeni komunikacion këto momente, ju të regojmë se ka pjesë të ngarkuara. Cilat janë pjesë të ngarkuara? Hyrja nga Shkabaj në Prishtinë, saksisht Gazerma Demjashari, tutje deri tek stacioni i autobusëve, me vazhdu deri poshtë Veternikut ka Kolon. Nga lart Veternikut në kalimi për tek rrethi Duplex është pjesë e ngarkuar edhe kjo me Kolon. Rruga Tirana e ngarkuar në drejtim për tek rrethi prapa stadiumit Fadil Vogri, ashtu që është edhe rruga UÇK në këto momente. Alo, përshëndetje. Telefonata, na pas ka ik telefonata, s'na ka prit shpejt. Hajde shkojna me tjetrën. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Marigona. Nga na telefonat Marigona? Kanë Prizreni. Nga Prizreni. Marigona, ma shumë se 18 vjeta, po? Po, 18 kam. 18 i kishe, sa i ke po? Fix. Se dhe herën e kalu me shpështu the kurthire. Hajde tregona, thash musike e bona 19. Hajde tregona që kështë pas qef me të pru postjeri. Lule. Lule? Nga? A postjeri vet me t'i sjell lulet me thonë vish Marigon që këto lule, a i kështë prit për na i kujna me t'i sjell? Jo, i kisha prit për na i kuj. Prej kujna Marigon? Për njerëzit e afërt. Hajde tregom këne kima të afërt që kështë prit me të pru lula. Mos na folën shumës. Hajde, përsoni Marigon. Lu, e kam atë afërt. Lu? Këne kima të afërt?
Babin. Pi babit po I pret lula ata babit që aty bën bie ofër lula. në dhomë se. Ani, prit Marigon, prit se tu të pruvash. Marigon, hajde edhe një shansë ki, Marigon. Postieri erdh. Po? Që ti pruni lulat. Po? Çka po shkruan atë letrën aty? Nga simpatia e 12 so? Çka po shkruan? Marigon, çka po shkruan aty? Mos shikën se po don me. Ja, po du me ditë. Çka po shkruan? Në atë letrën aty brana atë lulat? Nuk e di, nashta nuk shkruan kur gjona sa veç lulat mi bin. Do më thonë ti e din apo? Anonim. Ti e din pikojna apo? Po, e di. Përshëndesi Marigon. Kaç mjaftoj, kaç. Shtu bre dashura Kalani no. mirë. Gjenerate dashurisë. Ja, babi, ja. Gjenerate e mirë, babi. Siguro mos me të Nashta dëgju babi babi ati se. djalit më ku pe din kjo? Po babi ati djalit ja ka pru. Po Edhe dhe nëse dëgjon, të Hajde, dashurojnë Tafi. të gjithë. Wow. Alo, përshëndetje. Përshëndetje telefonata radhës. Okej, kalojmë te Alo, tjetra. Mirdita. Mirdita. Mikaelin, të të Si jo, Miqail? Mirë, janë mirë. Si fillove këtë javë? Shumë mirë, valla, se jam musafir të familje shuat, të thonë atë një rrinë kopime në Kosovë më të mirë. A ke kalu shumë mirë? Shumë mirë, shumë mirë. Me sa Edhe katërshe? I Gati. kanë dominu katërshet. Çka kishe dash me të sjell postiere? Po tjerë dhe një lajmë të mirë, pa më parasysh. Çka është ai lajmi i mirë? A ke në mendje diçka? Po, vetëm bashkimi kombëtar, që botë dhe kur gjë. Qytet Miqaili Qysh kish fillu ai lajmërimi, i nderuar Miqail? Po, Të njoftojmë se Përmes kësaj letre se Nga Kosova dhe sa? Shqipëria. në anti këtaj po letër që i mora në punë, urime bashkimi kombëtar i gjitha trojeve shqiptare. Va, çfarë ëndra. Miqail, të përshëndesim shumë. Për tjetrën? Po. Se po më vjen keq me fol mbi këtë këngë. Alo. Alo. Vija nga Mitrita, përshëndet. Përshëndetje, Vebisi. Mirë, faleminderit, si jeni? Mirë, mi faleminderit. Si e fillove I javën? kalut vikendi si e kalut? Për mrekulli. Shumë. Tregona çka do të doje me të sjell postieri, Vebe. Po si e valla kisha posë me thunaj lajt mirë, pore, çao bat mirë se. Nalu të çka e dyta. Pse pare edhe so? Ai një shumë mesatore, shafim. Sa është mesatarja për ty? Po hajde 200-300 euro që s'po shkoj, ma shumë bolla. Veça? Se s'guxon ma shumë me shu postiere. Ron tani, s'ka shumë, gjithatë shumë. Po. Do më thoni kështë dash 300 euro, që tash me t'i pru postieri. Ka 1 euro 50 cent. Ti e krat letrës. Po cime dhe ka njerë i prunë, thosë shapo edhe i kështa pranu. Po, edhe çka kështë bo me 300 euro? Për çka i kështë shfridzu? Çka o nevoj, ja pa Kisha mi do. qarros postierin. Një kafe postierit tjetër? Po si e po ani, ja po Me hangër, me pi, tjetër? Një shtatë që hajde 3 euro e gjys. Tjetër? Po qatë, që cima piti bol mirë. Po qysh s'pi diu një shtujit jam. Edhe që shtu do me thonë. Rrushe kulla që do të populli. Si për i përshëndeve, sikur me punu A, cim, që e fol me cimën, hajde. Përshëndesim shumë faleminderit Më kalofshi. largon nga kuadri me Tuk, njerëz. përshëndetje, Ja, s'mundem kjo. Tung të përshëndesim. Mos harroni nëse keni me dal sonte, po me bo gëzuar me naj Budweiser Po. të mrekullueshëm, përndryshe as nuk të fryn, as nuk të shëndosh, po, edhe është birra më e mira. Pse mi Ma e kombinu mirë në ti sot kështu? S'di, Kemi erësu prej ekranin. prajm. Ka mundësia. Jena konektu disi. Alo, përshëndetje. Përshëndetje Arsem. Kush na përshëndet? Unë jam Arsem. A jeti? Çka po bën? A jet? Zanjëm të prit do të më lërë palos ma pruni postier, jo Arsem. Po një me ato më lërez kishe prit për postiere ta? Ko ma mirë së të më lërë Arsem, haj. Ka mërë qysh s'ka? Po kisha thonë më Të qëre, më lërez me pistache. Qysh s'ka? Me Po, tullon. s'kej të më lërizit kisha thonë edhe një kija që shto, e dit më ma prunë e dit që shto, dit te. Sa mundet me quaj, diçka që mundet me qua, Amet. Koncentronu me një shonë të vogël. A ke pa shonë?
Dëgjom. Po e di një 50 inch. Një televizor, një 50 inch. Me ta prua, Ushet marrët televizori, ushet marrët. hajde tregona sakt, mos na hite reklamat. Tregona çka kishe prit me të sjell postiere. Allah, s'ka pas problem, shka do në të mbje, veç mos ma bje në i tenim që më ka zë në radare. Po dhe kjo është do me thonë një prej atyne që e meriton ti se vozit pak ma shpejt se që i duhet shpesh. Vallaj, po. A i ke pas vikendin mirë? Mirë shumë, mëse. Ma mirë s'ko të qysh. Të përshëndes edhe të përqafi, kalofsh mirë. Edhe unë një përshëndes shumë, hajde kalofsh e mirë. Përqafime, kalojmë në tjetrën telefonat. Çka do të doje të cilëtja postieri është pyetja e ditës. Alo? Përshëndetje telefonat, a kush telefonon? Na thua jamrin. Hajde shkojna me vaj. Përshëndetje, nga kush? Po je mirë asia. Mirë, faleminderit. Prezantohu. Unë jam po e gjit. A te a? Po. A je të pi qaj, as je të pi qaj? Jo, valla s'jam të shmi. Mirë. Ja. Çka kishe dasht shyq me të sjell postieri? Ua, kisha dasht me gjit pak ma zgjat për zgjati. Kisha dasht mi këthyë një kohë. E kum pas ogje në Gjermani, atëherë kur i bike postieri lek dese monkat e kanë jet, o jet. Postieri ka pru para, ha? Qa u gëzoj shumë krejt shpija më gjit. Ka sa ti veshin? Po i vallohe i bike 2-3 marka Sa për i dare, po 2-3 marka. Sa për i dare, po një posterë me preqë më cime, qyshtyve. Drejt të barku na menojna. Nuk e di shumë heq me fasina, pike postieri, ta bësh me bitë. Kohë të vështira. Ehu. E tash qysh... A ke harruat në djenja? Urna? A ke harruat në djenjë tash? Jo, tash postieri nuk po punë, tash hiq, kur asnjëherë s'ka ndodhur më pru kurço. Po kisha shyq nga pak se ti monët postieri më të pru, nëse porosit e begmart.com online krejt harqin e shtëpisë ta vjen postieri, s'ki nevojë me dal për shtëpisë hiç. Plus 10% zbritje nëse shumë Klam Radio, po. Mirë ki valloj gjit, po ato kushtet nuk jonoj. Po ai kushtet si me dal market si online, nisoj është bile 10% zbritje ki online. Që s'ki qka bëm vish ullësh i përësit, qka kime bo? Qka kime ble, qka të kesh nevoj për shpinë tonde, qka do që ju konsumoni, produkte ushqimore, higjenike, pijet, krejt I keni në begmart.com. Shysht përshëndesim, faleminderit shumë. O ju përshëndes edhe ju jeni ma të bukur. Faleminderit. Si ma pak ma I bukur. Përshëndes, të në kalofsh mirë shysht. Presim tjetër në telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? Sabria nga Lipjani. Emrin t'ju të më dhenjan? Sabria nga Lipjani. Si e? Mirë, faleminderit. Mirë, jemi faleminderit. Çka do doje me të sjell postieri? Do doja me ma sjell një viz. Një viz? Edhe ku kështë shku me viz? Vizita e parë? Te djallave te qika në Gjermani. Kështë shku në Gjermani me vizitu fëmijët? Po. Mirë, mundohu pak me të ardhë viza ose me postier ose online me rëndësi me apliku? Po me apliku, po. E këshirëm. Tash po pret. Po shpesoj me ardhë postieri me ta sjell vizën. Me të pru edhe lajme të mira. Inshallah. Të përshëndesim, faleminderit shumë. Ditën e mirë kalofshin. Tonk, faleminderit. Aq kjo postieri vizës kur vjen ai ke po shkëshyrum krejt si më rralt në fillim. Tani kur te hapim pa hiri me hap me po me parë. Jo la çaty, apo I pret pak na lubilet e dia te krynonë te çdo ma vondi. A më ta jepni buzëqeshja ju, a? Dhe kur pesjel peshe aty refuzim. Alo, përshëndetje. Për 5 vjetë, apo ma pas kanë dhënë. Përshëndetje, po dëgjojmë. Po, kush na përshëndet? Pa unë kush ka më konë gani me mete në Frankfurt direkt. Qashtu bërni ma shkurt se deri so pja qilojnë emnat. Gani si e si kalon? Po pa fështie bëvakil e emnin me harru, po ka herë qështu, po na bjen mend. Po na vjen mirë. Gani si ke kalu? Po më kalu shumë bukur, edhe dikush e ceku cila dit, unë e du ma shumë ti të premte, se vjen pushimi, edhe du të honën si o shku pushimi. Jo më gabim e ki, tjetër temi jena tu fol.
Ço keni sot çam keni dal pi temës? Po, unë ndërlidhem me një ndëzues më përbashkëm pak. Jo se na ka ikaj. Hajde tregona çka kishte pas shef me cil postieri. Po, unë pak si harrestor, si jam gjyshtu, harroj shpesh dokumenta dikuna ne. Po? E dikush me bo mi zeti, mi dërzun poste, postieri, mi bjen të ti këm gjetë dokumenta, që e shkon lajmi mirë për mu. A të ka hup shtash na i dokumenta, jetu e prit? Pasha besën pardje, këm shku këtu i thoi një farshjetori, është një market reve, jëm shku i kisha paru 3 ditë kërë këm paku me kartel, ato ushqimet, edhe kish pashtin ati në kacër me qëtë, se mi qëtë u këzova shumë, konto numri e shëndetësi se ju timit e bileta njësë sene. Po diçka jetu prit pe i postierit a jo? Po i pres një 1 milionerë në qo se kom fitu në loto. Hajde kalofsh mirë, falimderit shumë për shëndesim. Falimderit ju e për shëndes shumë. Na me 300 euro, kështë shumë e vebin kë 1 milion euro direkt. Alla jo ke mesataresh dhe më thonë. Po, zbote pak. As për toke. 1 milion euro shumë. Përshëndetje. Okej, kalojmë te tjetra telefonat 049978978 është numri. Alo. Veç pak kice. Okej. Po është një farë çse po. Çe tjetra. Alo. Përshëndetje, kush telefonon? Okej, Viber. Përshëndetje, Viber, kush telefonon? Koncentroni në telefon, ju lutem. Alo. Jo që i presum këta që i koncentrohen, deri sot vin këta që i koncentrohen, unë shpejt më mi kallzu krejtve se qysh është komunikacioni në këto momente. Nga lart Vetërniku, caksisht nga gjysma e Vetërnikut deri tek rrethi duplex pjesë e ngarkuar me kolon, rrethi me flamur rrethi i spitalit Dana Sjelltas me kolon, pastaj e ngarkuar është rruga Tirana në të dy krahët, rruga Ahmet Krasniqi, si dhe shumë e ngarkuar është hyrja nga fshati Shkabaj në drejtim të Prishtinës me kolon. Ja telefonata e radhës Gita. Pas sukseseve dhe shumë fat. Faleminderit. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Fjolla nga Vështria. Fjolla, si je sot? Si kalove ditë? Mirë, faleminderit. Tregona atë që shkë kalu sot. Mirë, faleminderit. Po jo. Edhe na kemi kalu mirë, prita diçka shtë detaje, nëse ke bu diçka interesant. Jo, valla, sot pushem vikend, ja kena busët edhe vetës. Vikend pak. Vikend? Po, më i ki duke në kejtë njësaj. Me qka e keni lidh, bre? Fjoll, qka kështë dash me cilë posta? Posta veç pak do të mira për këtë vetë, se ja kena njës pak me këtia, po besoj që diçka ma mirë. Hajde thuj 2 prej tyre, qka preti këtë vetë? Pret një punë është ta ma të mirë edhe vullnet me pas ma shumë jetë. Vullnetin me posta? Po, posta në sa i tjilë. Suksese. Faleminderit shumë edhe juve. Tung. Përshëndetje postieri, unë jam vullneti. Kjo, hyn mrena. Do shta që aty ke esenca, po na nuk e kuptuam. Okej. Gjojna në vullnet, le të lajmërohet postieri vullnet. Faleminderit shumë, kalojmë mirë. Shalteri numër 4. Ka fituar diçka. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush telefonon? Fidan, prej ku përna të gjanë që përna përsërit të zëri? Telefonit, loudspeaker. Pi telefonit. Okej, tregona qka do doje me qilë postieri? Shme që diqme. Po tash, ta tjerë të telefonus që batën dëshia plët patën, po... Ti, cila është dëshira jote? Më morë ftis. Për? Ftis, për sponjën, është dëshi pak e modhe, po... që kjo e jemja. E jotja është, për çka? Po tash me lu për Barcelonën. Bravo, bre! Bravo, bre! Qëfar dëshira? Që si dëshira, be më zëmshkane për toke, që si 1 milion me lu për Barcelonën, që si sene. O, aty mesatarisht. O, krejt nalt, o heq. Bravo, e. Fidan. A lunë futbol? Po. Për cilën e ke lunë? Për Malishevën. Për Malishevën. Okej, hajde po shpresojmë, jo ai Malishevës, po ti mu bo Ronaldo i Barcelonës, a Mesia, së le dush.
Mesi se... Okej, hani dhe unë Shumë suksese, si do që... Unë vëmi shkon gjua. More Fidoni le të voti cili do e kep. S'ka nevoj më krasë më kërkën. Suksese. 3 herë, 4 herë nisha vetë. Ejse. Apo shkojnë edhe njerë të pikat e Petrol Kompanis. Para se me shku të Petrol Kompania, shkojnë atë në Olpi Mall, tani shkojnë atë Petrol Kompania. Tani këthemi, okej. Radio dhe KTV. Mos harroni me shvizu çmimet momentale që i keni tek Petrol Kompani në 2 pika në Ferizaj. Njëra është magjistralen Ferizaj Shkop, Prishtinë Ferizaj Shkop, 1.52 dizeli, 1.37 benzina, ndërsa tjetra është magjistralen Ferizaj Viti, dizeli 1.52, benzina 1.37, 5 cent zbritje keni me VIP kart në secilën pikë të Petrol Kompani, si në dizel ashtu edhe në benzin. Telefonata radhës, alo, përshëndetje. Alo? Përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Qaza. Qaz, nga na telefonan? Pej Kristian Stodi. Po më vjen mirë, Qaz? Uno. Apo pret na isem prej postjerit, a kështë pas qef me priti qka pi postjerit? Ja, kisha pas qef. Qka kështë pas qef? Një nusë për djallë. Qysh me paketu mëre Qaz? Sa i qontën e vogël e kobre, qontën e vogël se janë zen. Ajde me thonë dorën për nuse, apet, nështë një dorë e kështë marrë. Zakonisht gjëra materiale e bartën me postjerë, jo njerëz, ajo është trafikim tani. E vogël është qonta, diçka tjetër Qaz. Një fjallë nusës. Okej, fjallën e kështë një letër. Kishë me fjallë, kur të e kishë qelë. Okej, të përshëndesi, faleminderit shumë, hajde po shpresoj me lojme të mira. Mora fjallë versioni dashnis. Me lojme të mira, Qaz. Hajde tungë se dhe i sot e një vetën, ta shtë atje dhe i sot shkoj që atje ku ke larkë. Kalojmë postjeri dhe i sot i shkojnë fjallë, po. Kalojmë tjetër në telefonat, po presim, alo? Përshëndetje, kush telefonon? Jo, po thot diçka. Alo? Ja, la gitë, më do këtë ty me të qutë optika moda se jo me vesh, po dhe... Përshëndetje? O, përshëndetje, zamor. Që zemër më se i e që du po të regoj diçka, se bashkë ashtu e po, ka qenë shfaqja tek teatri Dodona, teatri Kukullave Dodona, ka qenë premiera e shfaqjes zjarë, dhe ka qenë shumë e mirë, për ndryshe me 8 qenë ka Shara, po kjo është për Triton, me 11 është shfaqja e Kukullave për fëmi Eli, që është prej moshës 3 vjeçare. Tutje, masane me 18 qeni që nuk dinte të lehte, e shumë shfaqje tjera, shkonin teatrin Dodona se shumë mirë dhe vish €1 bileta, që një fmit, besa ma shumë na po knashëm. Knashën edhe ju vetë. Po, ha nostalgjie. Presim tjetrën shfaqje ju po telefonat. Alo? Përshëndetje, kush telefonon? Përshëndetje, Skender Haliti për Izlit. Skender, qka kështë dasht me të sjellë postjeri tash në këto momente? Alo, përshëndetje. Më të ndrejtën pak më parë dhe mua në ata qka e pritja. Qka more? E mora një libër, një dhurat, prej miku tim vjetër, poetit shkrimtarit, se sigurisht e një gjithë ju, Faruk Tashovet. Është libri i fundit që e ka nxjerrë Akademia e Zëdharëve. Është një poezi humoristike satirike, një libër, që e prit një ka 2 javë dhe ja sot postjeri ma pruni. Dhe e më qëndroj besnik me një tekst shumë të bukur, mikut tim të vjetër, që nga një heshme Skender Halitit me respekt Faruk Tashovet. Lexim kënd shumë. Faleminderit shumë. Dhe çdo të mirë ty, faleminderit. Faleminderit, ju uroj sukses dhe gjitha të mia. Ta provoj shumë herë të marr, po nganjëherë ja shkrep kësaj radhë. Jo shkrepi është në punë, halo. Përshëndesim. Suksese në lexim. Presim tjetrën telefonat, alo. Alo. Kush telefonon? Burimi nga Prizreni. Burim, si e? Mirë, faleminderit. Çka do të doje me të sjell postjeri? Vallai një 2 milionero. Çka po të duan? Valla 1 milionero më marrë një farë shkolla, 1 milion për veti. 1 milion me bo një shkollë. Çfarë shkolle konkretisht? Fillore. Një shkollë fillore kështë ndërtu në Prizren? Apo me ndonjë fshat? Ku ka nevojë diku më shumë ti? Ku ka nevojë? Mirë, s'qen ke i përcaktuar. Faleminderit shumë. Po shpresoj me të ardhmë.
Ama duhet me ta pru gjithë ekipin e postës. Inshallah. Faleminderit. Përshëndesim ton. Ju uroj Zoti, kalofshit mirë. Gjithashtu faleminderit. So kishim peshumur 2 milion euro. Bashkë kisha dash me ditë me kilogram sa api vjen. Pa ta harrumi mot kur I kom pas, tash I kom thy, nuk pe di sa. E prish sa peshojnë. Atë shkun? Apo shkojnë? Dashtëm pak, jo. Peshojnë. Po vate rubini pak. 5 gram. Bon, ashtu, me pa dhe në mënyrë. Po, pra. Po, mor. Dhe qa bune të rubini gjitë qiketin në pesë. Shkuaj bleva do ka provu 2 milion loje, ka provu. Paret po shkojnë. Pesha me këto çmime shtrajta, ma mirë bilet e kom aren, e kom të sigurt të njetën që si humbët vlera, plus e trashëgaj brez pas brezi, pse jo? Telefonata e radhës, alo, përshëndetje. Alo? Viber, përshëndetje. Okej, s'po dën me fol. E marrim tjetrën. Telefonata, përshëndetje. 049978 mos harroni ju që jeni në përvetura me na tregu për pjesë të ndryshme në komunikacion, me na tregu për ato që janë të ngarkuara ose kanë kolon. Veç na tregoni një foto, ne informojmë pjesëtar të tjerë, po vazhdon me që nga gjysma e veternikut lart, kolon deri tek rrethi me flamur, çasja për tek rrethi duplex, edhe kjo është pjesë e ngarkuar me kolon, po mbetet rruga Gim Ramadani saktësisht nga Menza me vazhdu tutje tek Ministria e Arsimit deri tek komuna me kolon, si dhe rruga Luana Radina edhe rruga Tirana me shumë kolon. Telefonata radhës. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush? Ju në shupi shkollës e kam pushim. Pushim e kanë këtë javë. E kam pushim. Ju lutem, telefonatat mund t'i bëjmë vetëm ata që janë matritën se 18 vjet, ose edhe ata që njihen 18 vjet. Jo, ju që jeni po se ju të më doni me I përmirësu notat. Që ky njihet 18 vjet. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Mergimi si që. Ku je qaosh? Qysh je? A u lodhe, qysh ka lodhe? Jo, se e një mirë. Mirë, falimderit, edhe na mirë. Qa kështë pas qef me të pru postjeri? Postjeri këm pas qef kur mos me orë të dira se vetë denime më bjen. Qka kështë pas qef me të pru? Leje që atë ka pru? Me më pru. Po? Po, I valdoha rubini me orë, me kanë orë rubini u konë mas mirëti. Nipi. Qysh me ta pru rubinin postjeri, me ta pru pichantës, me ta nxera që rubini? Bo, ato që I përësiti e di që ka vinë, s'kam qanë zona. Okej, përshëndesim, falimderit që na ke telefonu shash. Përshëndes shumë. Se na po presum pyetje për na tregu dikur çka kishim pas shef mi sjell se ju çka I dina që na sjell, kështu që konkret tek përgjigja, ju lutem. Kalojmë te tjetra. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Ju përshëndet Sherif Kasin nga Mitrovica. Sherif apo? Na dëgjoj përmes telefonit zotri. Ju përshëndet Sherif Kasin nga Mitrovica. Po gati. Alo. Çto me mujt me thon. Me shuka një postjer, me kisha shu një postjer, më jam ndalë, më thon zonin, si të I marrin linjen, tapi kisha thon, ndal jav zonin. Hajde se tjetër. Përshëndetje, telefonata e radhës. Alo? Përshëndetje. Ç'ky dhes? Ky dhes. Afrem Tasholli pe Finland. Gjyshi Adrem. Gjyshi ma I ri. Veç një avdet e kam qenë gjysh. Çka kishe dasht me cilë postjeri? Valoj, mu ka prish një orë e mesme, kisha dasht me mu cilë postjeri një 3. A e ke bo përësin? Po presim se tash në shkort dolin. I leje me gjyshi me orat mesme, mos baj gare. Që generatën e rebe, brata, ku një mbetirat për një Gjyshi po do të me dal me hec, po do të me bo pak sport. Po krejt parametrat me I pas të numru. Pak edhe më krenu që I bona që ka qapa e. Mëre gjysh, pse I ki sytë e mdhaj? Për me po ma mirë. Jo, për me po orën e re, Afrim, përshëndesim shumë, çdo të mirë. Kalon e mirë, ju përshëndes, çdo të mirë, Tong. Presim tjetrën telefonat, çka do doje të sjell postjeri është pyetja për sot, 049-978-978. Alo, përshëndetje. Përshëndetje nga Gjilani, Shefqet. Përshëndetje, Shefqet. A thash mirë emrin? Shefqet. Mirë. Tregona çka do doje të sjell postjeri? Postjerja? Po. Qatë rushin që kënë televizor pak më herët. Çfarë rushi ke marrë në televizor? Cile rush kemëre? Pa I rushi I prezrenit, a I kajtje, a në kopshti, në rush.
Prizren Rosha, kanë qita. Hani okej. Hajtë se këshyre me e bojna diqyshe paketojna. E hulumtojmë pak për çfarë ushi, bëhet fjalë. Jo, mirë jemi, faleminderit. Ndoshta ndonjë klip që i kemi. Po, Dafinën po do të bëjmë ta prua? Ja, të jo. A vish Rushin? Rushin, ja, Dafinën jo. Mirë, faleminderit, sepse po. Nuk mujna mendo. Ja merr edhe Dafinën, ja s'mujna mendo. Rushi me Roshkën? Po. Çka deshte me na thonë? Që po. Dëshire kisha pas. Po do të më ndru temën, po? Kom qenë punëtor këtu në sistemin e përparshëm. Po? Edhe 20% që nuk e kena marrë hiç. Edhe s'po kush nuk po bën asnjë fjalë për atë pjesën. Shana takon neve punëtorëve. Po ju si sindikat ose si punëtora keni apliku, se a keni kërku drejtat e juja, se na nuk mirë me atë pjesë. Po, kena apliku, me atë gjëra. Kjo ka me tash fonton dëshirash. Aha, mirë. Po shpresojna me shkuderin fund kjo punë. Faleminderit për telefonatën. Inshallah, ani kaloni mirë, faleminderit. Përshëndesim gjithashtu. Për ndryshe nëse doni postjera shpejt, postjera inovativ, postjera që mundeni me pa dhe kapja javë bjen porosinë, sheni përmes aplikacionit është në posta, është posta më inovative në treg. Keni gjithan dejnë për Republikën e Kosovës, plus i kanë sjell postmatat, ju lënë edhe te postmati nëse doni, e merrni kodin edhe shkoni e befasoni veten. Kret ju që doni me bashkëpunu me postën më inovative në treg, postën më të shpejt, më të gjelbërt, e keni në posta 0820 400 ose në posta.com. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Jakub Goshe. Jakub, si si kalon? Mirë, faleminderit. Jo, jeni mirë, jeni gjithë. Mirë, faleminderit Jakub. Shumë pak femna bre thërën sot diçka për post kejt mashkuj, qa po ki qef me të pru ty postjere? Postjere, unë e kisha post qef me më pru diçka gzim. Jo, i dhrem, që të rësen kur gjo, që të rësen spres. Gzim, do më thonë diçka që është... Diçka për shemull gzim. Po qa të kish gëzu ty? Qa të kish gëzu? Po më kish gëzu e... Qa? Pare ju, se pare... Jo, po argjohen, po argjohen. Vjen postjere. Po argjohen, po be. Qa kish gëzu? Në mek më më pëtuhe, në darka, në këzim të shka në... Po bre, një ftes për dark që sa mirë me ta ftesa. Po, një ftes për dark, kësa po qef, ma shumë ju, se... Drek a bën? A bën drek me kon? A bën drek me kon se dark po flajnë fëmija? U alloj po edhe drek bën. U kry, hajde u bo, faleminderit. Nuk kisha zgjidh edhe drek e kaftjale... Më në qefë është më thonë, nuk kisha zgjidh. Mo, me rëndësi me dalë mu po qashtu bre qashtu. Me rëndësi me dalë mu po, edhe me konë, që me thonën, me meta e Bornia, që me konë këtë në here. Që Bornia? Se ka ik. Ka ik, jo, bës po thirin, mos, po thirin. Po thirë mu kërkosh. Ja, më qfa. Se në vetë burra, po. Pa mi po, do shoqet mija kur s'thirin. Pa i thirë kur hesh. Ani kaloni mirë më që marrë këtë lodhe thirëve. Faleminderit, kalofsh mirë. Faleminderit. Kalojmë në telefonat. Thirë edhe ti na herë se s'mu isha me dhonë unë vike kesh. Thirë edhe ti, hajtë ti që javë një ftes. E ani, të mbledhemi së bashku. Na kena qef, krejt ma shumë, mas pari dikush tjetër më na thirë tani na mi. Jo, hajtë thirë ti. Krejt e presim që ata. Pret, shkoj 20 vjetë. Dërgo ftesën tani. Alo. Përshëndetje. Po koncentroni a e lash krejt dola. Gjita, më nësh me e këshat pol qatë në gjyrë se diçka s'po ta dënë me qato. Kombino me mua dhe neve. A më nësh po? Kombino me neve. Përshëndetje telefonata. Përshëndetje. Kush përna përshëndet? Zoj për Ferizajt, Hamidja për Ferizajt. Hamida, po? Po. Qka kishë dasht me cilë postjeri? Unë sot kisha dasht me cilë postjeri, djalin e kam që 10 vite në Francë, ka letra. Letra, sot me javë, e më gëzu krejtve që 10 vite është në Francë. I ka bo letra tasha? Ja, si ka bo, po pritet, e po ham që dasht mi u ba letrat që 10 vite, a i su ka në korë, Kosovë. Urojmë që ti vjen djallit të shkon postjeri me dokumentet. Të përshëndesim shumë që dhe të mirë. A pishe pse do të mu liberalizu vizat, se do që po dojnë. Jo, po ikin, jo kanë me ik, a një të e menu so nana, është so baba, që s'ka mujt me i pa fmit me 10 vjetë, 15 vjetë, për qita është do më thone, para, tani tjerat.
Mirë, po përveç kësaj, po është mundësia tashme u pajis edhe me viza dhe me shku me vizitu ata që nuk mëjnë me arte te. Po visë po është letë. 10 vjetë, po mirë dhe du të me tentu. Se nuk besoj që ka ndonjë arsye që të ndalohet viza turistike. Se nuk po është letë, se edhe po kushton. Ka një herë parja, ka një herë që s'munët kuna mi thonë tërgoma një garancion. Iniciativa besoj që iniciativa do të me kona i shokaj. Ka ndoshta 1 milion arsye mbrapa kësaj, veç ta besoj që s'po diskuton hiç këtë pjesë. 5 ditë po. 5 ditë, faleminderit. Ka diskutuar sa pas 10 rrekull. Një ditë ngaj dokumente, bën shpenzim ambasada. 3 ditë viza. 2 ditë e gjys. E premte shtunë dillën më kthy. Alo, përshëndetje. Alo. Jo, po e pranoj. Nuk jam gita. Po e pranoj, po ndalet, po diskonektohet edhe po e shoh që shumë është fluksi tash i telefonatave i thirrjeve. Po mundohem me marrë edhe një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Me kë po flasim? Përshëndetje. Emrin lutem. Alo, po dëgjohem. Po dëgjojmë shumë mirë, na prezantohesh. Fatime, çka do doje me cjell postieri? Po çfarë postieri më cjell se dënime të bjerë postieri, çfarë ka më të prutje të sen? Se Fatime, çka po bën ti që po të vinë dënime? Po helbete në sen jo kerrin, po të zonë me kerr, jo diçka që të dënime të bjerë. Ata s'nëzojnë pa bo. Na nuk e kemi fjalën prej çka friksohesh me të pru postieri, po ti çka kishe dash me të pru postieri? Sa kisha dash shumë të mira, po si sjell. Çka për shembull, shumë të mira? Hajde ke porositi diçka. Me dal jashtë, me vizitu diçka ose me po diçka. Një vizë kishe dash me shëtit pak. Po te. Ashtu pra. Faleminderit shumë. Hajde, të kalofshë mirë. Gjithashtu, faleminderit shumë. Të bukura jeni. Faleminderit shumë. Binake mos. Po, Sminando. Jo. Treneq. Po, më falcim. Po, nes. Po i fion. Po. Nominaj. Cimi është ma i vogli. Po. Gjysore ma vonë ka lindë, na dyat për një herë. Nuk e di pse po ofendohesh. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Ingma për Gjakove. Si e si kalon? Mirë, ju të kalon, e një mirë. Mirë, faleminderit, edhe ne shumë mirë jemi. Çka do të doje të sjellje postieri ty në shtëpinë tënde? Valla, disha kisha dish. Çka? Po, dikush më thonë, po si që do lek, do pare, visë me maru shpinë. Sa disë pare mi mua, si më thonë që une për të pëkqyre me të një mu dishka me të maru një shpija, se më të dhe aj plasë. Do më thonë, kishe dosh me ta sjell Kishe dosh dikush me ta sjell lojmin që tu ka fillu shpia, apo? Bala, po, jo, tok, s'kam se Kishe blerë një plas, kishe dosh me ma sjell dikush lojmin, unë e ta blerë një plas. Hajde po shpresoj me marr kit lajm sa më të mirë, më shpejt. Faleminderit që na ke telefonu. Beso, po dish kur dete më atë lajm. Jo më se si dihet, ka dalë mos i shuni shpresat si dihet. Faleminderit që na ke telefonu. A dhe kaloni mirë, punë të marr. Kalofsh mirë, tung, edhe ti punë të marr, edhe ujrugove, ka shkoni me veti. Me veti ujrugove, sa më shumë ujrugove. Edhe është më i mirë, edhe është i joni, edhe po s'ka me këtë ujë. Tjetra. A kemi kohë për një telefonata? Po merret fundit. Hajde, përshëndetje. Po përshëndetje. Ku është na përshëndet? Ju përshëndet Fatbardi. Nga cili vend? Nga Gilani vogël, Italia vogël. Fatbard. Cila është përgjigja jote? Çka po pret nga posta? Çka kishe dashur me të sjell postieri? Nga posta jem te çka faqe Albamal, çdo çka tabela për çik motrës, një tabelë dy anshë deri te çka ora. Deri te çka ora çdo. Çka kishe dash ty me sjell postieri? Lej reklamat, na bojmë reklama këto. A bën po të them që tabela dhe një parore ku ka e mirë për vete. Një orë. Hajde urojmë ta gëzosh. Përshëndesim shumë. Përshëndesim secilin që telefonuat apo jo, vazhdoni na ndiqni deri në orën 18 në glamradio.fm. Pjesën e 2 si gjithmonë do të lexojmë përgjigjet tuaja për ju që s'keni arritë dhe me marrë lidhjen sot na shkruani në të njëjtin numër në Viber përgjigjen për temën e sotme, ne vazhdojmë të jemi bashkë deri në orën 18.
Për ata që janë komunikacion dhe të vazhdojnë dhe të nga tërgojnë fotot, se kena me po pjesën e dytë dhe me informu të gjithë pjesëtar. Deri nesër po që të plot shëndet, mos harroni me shumë dashni. Sports News. Tottenham ka shprehur interesim për sulmuesin e Interit Romelu Lukaku. Tabloidi britanik The Sun raporton se Spurs po synojnë transferimin e belgut nga Inter në fund të këtij sezoni, pasi e shohin si zëvendësim ideal për anglezin Harry Kane. Chelsea ka thënë Benfica se do të paguajë klauzulën e lirimit prej 120 milion eurosh të Enzo Fernandez. Mediat angleze shkruajnë se Blues po kërkojnë të sigurojnë shërbimet e tij para mbylljes së afatit kalimtar të janarit. Man United do të hyjë në treg në kërkim të një mesfushori të ri. Mediat angleze raportojnë sot se Red Devils do të kërkojnë një zëvendësues për mesfushorin e lënduar danez Christian Eriksen. Çka është më mirë se cheese? Është makaroni dhe cheese. Kingu sjell për herë të parë makaroni and cheese lovers i kombinuar me chili cheese sauce. Provoje tani në Burger King për çef tondin. Zë cilat po vazhdojmë që jenë pjesë të ngarkuara në komunikacion në 049978 nga informatat që kemi arrit për me i pranu. Na tregojnë se pjesa nga Veterniku Lart vazhdojmë që jenë ngarkuar në kalimi për tek rrethi duplex me kolon, si dhe qasja për tek rrethi me flamur. Pastaj qendra e Prishtinës, saksisht rruga Luana Radinaj në të dy krahat është ngarkuar me kolon, rruga UÇK në të dy krahat, ashtu siç është edhe rruga Tirana në këto momente. Një pjesë tjetër që po shihet me kolon është edhe rruga Zagrebi në drejtim për tek Ministria e Shëndetësisë, po shihet pjesë e ngarkuar me kolon. 049978 vazhdojmë që jeni hapur pret informatat e juaja në pjesën e dytë. Vazhdoni të rgoni edhe përgjigje të tjera, na thoni se çfarë do dëni të ju sillte postieri, ndërsa kjo është kënga Killing Me nga Sasha Cable dhe Georgia Smith. Bota për jetimit jetësor, për jetimet që na ka ofru shumë. Na ka mësu për qysh mu vesh bukur, qysh mu dok tri kur i bojmë dë vjetë, për qysh mu dok serial s'kur duhet, qysh mi kombinu